Jo, përshëndes të nderuar teleshikues, unë jam Albi Rakib, jemi një orë së bashku me titujt kryesor të lajmeve, teksa në këto momente do të ndalemi dhe do të diskutojmë dhe analizojmë se rakon të gjitha zhvillimeve të cilat të lidhen ngushtë me diasporën shqiptare, por edhe me politikën e brendshme, duke qenë se jemi jo më larg se 2 muaj nga zgjedhjet parlamentare të 11 maj të 2025. Kam përfunduar të gjitha afatet për regjistrimin e emigrantëve nga jashtë vendit. Numri total i kërkesave të miratuara aktualisht dhe në mbyllje të këtij procesi ka qenë 231.000, teksa kemi patur edhe një shifër tepër të lartë se rakon kërkesave të refuzuara. Patjetër që do të ndalemi tek politika e brendshme, fushata elektorale e cila ka filluar në një mënyrë indirekte, do të fokusohemi tek koalicionet të cilat tashmë janë zyrtarizuar. Partia Demokratike do të jetë në koalicion me 25 parti të tjera opozitare, teksa Partia Socialiste ka zgjedhur që të jetë e vetme në këtë garë zgjedhore. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me zotin Lefter Maliqi, i cili më është bashkuar në këto momente në studio. Zoti Maliqi, të përshëndes, faleminderit që sot në Fax News. Përshëndetje dhe kënaqësi. Zoti Maliqi, ndryshe nga herët e tjera ku ne kemi filluar analizën e përgjithshme të situatës politike në vendin tonë, unë këtë hapësirë së bashku do doja ta nisja me një pyetje konkrete, duke patur parasysh edhe të gjitha negociatat që janë zhvilluar në kuadër të zgjedhjeve parlamentare. Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë është pretenduar që do të ketë 4 vende në listën e sigurt, pra në listën e mbyllur. Ndërkohë ju do të jeni deputet i Parlamentit të Shqipërisë? Në radhë të parë, përshëndetje dhe kënaqësi për këtë intervistë së bashku. Pasi në studion tuaj unë jo më larg se një javë deklarova që ka të dhëna që Partia Demokratike në negociatat të vazhdueshme me Partinë e Lirisë i ka afruar 4 mandate, pavarësisht se presidenti i Partisë Lirisë, i cili është i arrestuar politikisht në mënyrë antiligjore nga narkoshteti me porosi të Sorosit dhe të Ramës, i dirigjuar nga ta, i filmuar nga ta, dhe ka kërkuar më shumë mandate, sigurisht duke qenë në këto masa ekstreme nga ky narkoshtet. Me fjalë, marrëveshja ka arritur tek 4 mandate, siç është folur. Dhe për ne ka rëndësi fitoria e opozitës së bashkuar, e cila në 12 maj nuk ka kthim, do të jetë festë jo vetëm për demokratët, por për gjithë shqiptarët. Lidhur me pyetjen tuaj, unë kam thënë, nuk është vetëm dëshira ime, por është dëshira e qindra mirave socialistëve të ndershëm, elektoratit gri dhe opozitarëve, për shkak të angazhimeve të mia që në 2005 dhe deri tani, të cilat kanë ardhur në rritje dhe sfidave të cilat kanë ardhur në rritje, gjë që unë kam thënë kudo, pra duke dalë i treti në Shqipëri në 2005, sapo që krijuar LSI-ja, me rreth 4.300 vota në qarkun e Beratit, në zonën e deputetit Braçi, i cili është larguar nga Berati, dhe më pas duke fituar komunën kundra PS-s dhe PD-s, komuna më e madhe Otlakut në Berat, e cila është me 11.000 votues dhe 16.000 banor, barabart me bashkinë sot të Skraparit, duke vazhduar pasaj betejat më pas dhe fitova bindshëm komunën, ndryshova gjithçka, investova për njerëzit, ndryshova infrastrukturën, ndihmova familjet nevojë, një ndryshim i madh. Zhgënjimi im ishte që në 2009 nuk do ta kisha lënë mandatin në mes të kryetarit komunës, po për shkak të ambicieve dhe të karrierës dola deputet, ndërkohë që Gallupi e nxirrte me 2 mandate Beratin dhe për herë të parë Partia Demokratike mori 3 mandate në vitin 2009 për shkak të kësaj lëvizje dhe të këtij elektoratit të majtë, i cili u kthye djathtas në komunën e Llakut, Lumasit edhe në disa zona të tjera. Kjo për shkak edhe të karrierës që unë kam pasur më parë në Policinë e Shtetit, si drejtues policie në Berat, Skrapar edhe në Kuçovë, origjinës në Kuçova, por i lindur dhe me detyrë funksionale në komunën e Otlakut, pjesë e Beratit. Kështu që më pas ju e dini shumë mirë që gjithë janë renditur i tretë edhe te Partia Demokratike, për shkak se isha një lokomotiv votash, madje edhe kur Sali Berisha dha dorëheqjen në 2013,
ku në gjithë Shqipërinë pësoj humbje në Avermoshin, Konispor dhe zonat e djatha Partia Demokratike, në zonat e mia në Otlak dhe në Lumas pësoj rritje në të vetmet zona që pësoj rritje Partia Demokratike, pavarësisht se përfunduam me 2 mandate dhe që humbja në mandatin e 2 të Partisë Demokratike. Më pas, të gjithë e dim që edhe në parlamentin e Shqipërisë, si dyti në parlament, në 2017 pas një debati me zotin Basha, i cili ishte ballore në zyrë, i thash mbaj premtimin e elektoratit, se premtimin Basha e dha në elektorat që unë do të isha i pari lisës në qarkun e Beratit dhe përfundova i treti. Mas këtij debati që i thash që elektorati kërkon, kemi një lidhje dhe kërkon që të jem në funksion të tyre, do të përfundosh me 1 mandat. Basha me arrogancë tha që 2 mandate i marr vetë në qarkun e Beratit, ne luftojmë për të tretin, i dhash dorën, njoftova dhe liderin Berisha në atë kohë si ishte kryetar i Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike përfundoi me 1 mandat. Si deputet i për herë të dytë në Kuvendin e Shqipërisë, kam mbajtur rol opozitar në shejmin e liderit Berisha dhe të presidentit në atë kohë në detyrë zotit Meta dhe kundër narkoshtetit, krimit, korrupsionit, me interpelanca të fuqishme ndaj ministrave të rendit të drejtësisë, madje kërkova 2 interpelancë me kryeministrin. Më pas të gjithë e dim që konkurova në primare, pavarësisht se ishe në forca politike LSI, tashëm e kthyer në PL, në Stalingrad, në Kuçovën e Majt, ku prej 35 vitesh vazhdon të drejtohet nga Majta, dhe për herë të parë theva të bastion, me shumë pak vota, me fjalë e cila vazhdon ende proceset gjyqësore, kur kisha dhe kandidat të Ali Bejt, bashkimi të 2 votave unë isha fitues, pra për herë të parë bashkinë e Kuçovës e fitova, pavarësisht se ndërruan kutit, pavarësisht se u përplasa me Çuçin, drejtorin operacionalis Bistri, oligarkun Salilari, bandit e me radhë. Kështu që në rastin konkret, unë kam ngritur një frymë të madhe si drejtues politike i Partisë Lirisë, kam pritur zotin Meta në Berat, në Dimal, në Kuçovë, pritje të mëdhaja dhe organizim shumë të madh. Angazhimi juaj politik është më se i qartë dhe ne kemi transmetuar vazhdimisht. Më pas edhe zoti Meta kur me fjalë u arrestua në mënyrë të pabesë në narkoshteti, unë dyfishova punën, sepse njeriu njihet në ditë të vështira, dyfishova punën dhe kam bërë takime shumë të mëdhaja në zonat rurale, në Skapar, në Berat e Merat. Dhe kështu që kontaktet vazhdojnë me ata qytetarë. Është premtim i dhënë nga zoti Meta, edhe i kërkuar nga ana ime, edhe publikisht, edhe në kryesi, por edhe në media, për shkak se kam qenë i vetmi, edhe e them këtë me kurajon më të madhe, që kam thënë që unë dalë dhe i vetëm, dhe jo të kaloj mandatin e deputetit, duke në bazë kodit zgjedhor, duke qenë i vetëm dhe duke paraqitur listën e kandidatëve nga forca politike Partia e Lirisë. Për shkak se në 2021 mandati u grabit me 12 vota, apo me 30 vota, ishte i dyshimt mandati i LSI-s, kurse kësaj radhe, me fjalë janë 2 fishimi votave, apo 3 fishimi votave në Kuçovë, në zonën Otlakut rreth 5 fishimi votave dhe rritje dukshme në bashkinë Dimal. Ndjeti tradhtuar nga zoti Basha, i cili u vendosi të tretin në listë, ndërkohë do të jemi a nuk do të jemi në parlament? E ktheva përgjigjen që unë do të jem në parlament, vazhdojnë negociatat midis presidentit Meta dhe kryetarit Partisë Demokratike, emrin e ka çuar në ato dhënat që unë kam, me fjalë, por besoj të një reagim edhe i leadershipit Partisë Demokratike dhe një konkludim i të 2 palave në bazë të statistikës, në mënyrë që qarku i Beratit të jetë për herë të parë 4-3, atë që unë kam thënë dhe nuk e dorë nga kjo, 4-3, se është i qartë sepse janë vota të majta me shumicë të cilët mezi po presin përballjen. Dhe ndërkohë që unë kam thënë që nuk ka të bëj mandati deputetit, po ka të bëj përfaqësimi dinjitoz ndaj atyre njerëzve, sepse unë deputet mund të qëndroj për një periudhë të shkurtër dhe mund të rikthehem pushtetit lokal siç e kam shprehur për shkak të grabitjes, por kam një bindje totale që do të i përfaqësoj dinjësisht nga maja e Skaparit deri në Roskovec, ma kufi me Fierin apo kufi me Lushqen banor, dhe i njoh që nga Tomori, fshatrat më të larta, fshatrat e Shpirakut, sepse kam bërë shumë fushata. Që nga 2005 deri tani, unë kam drejtuar fushata në të gjithë zonat rurale dhe i njoh njerëzit, i takoj ballë për ballë, dhe kur je i thjesht, kur je i ndershëm, kur nuk e bër pisliqe në politikë, sepse të gjithë 99%
promocion e deputetëve, drejtuesve vendore, gjitha me radhë, kanë parë interesat e tyre. Arma ime fort është thjeshtësia, mbështetja e njerëzve në nevojë, mbajtja e premtimeve, tejkalimi i premtimeve dhe qëndroj me ta dhe i thjesht po si ta, dhe prandaj është ato takime që dhe ju i keni pasqyruar dhe i vetëm pas struktura. Imagjino Partia e Lirisë është forca e tretë në vend, edhe unë mbledh sikur drejtoj në një forcë të madhe politike. Kjo ka të bëjë me lidhjen e besës dhe marrëveshjes me njerëzit pa dallim politik, të majtë dhe të djathtë, dhe duhet ju them që në informacionet që unë kam tepër të sigurta, është Partia Socialiste ajo që fërkon duar dhe barkun, që lobon me fjalë se lobimet dihen në politik, ashtu siç janë dhe në biznes, që lobon që të kenë në një pak nësi nga ana ime në mënyrë që të fitojnë letë qarkun e Beradit. Pra synimi tyre është dhe kanë filluar të flasin që ne dalim 6-1, por është e pamundur me fjalë kjo, për shkak të zhgënjimit të madh, varfërisë, shpopullimit, dhe unë kam bindje totale që do të mbaj premtimin për të qenë 4-3 për të parë në qarkun e Beradit dhe një fitore spektakolare, kjo që do shtrihet në gjithë Shqipërinë për Opozitën e Bashkuar. Është e qartë, zoti Maliqi. Patjetër, në të gjitha intervistat dhe hapësirat tona së bashku, e keni shpalosur vazhdimisht dhe e keni theksuar që qarku i Beratit do të jetë surpriza e këtyre zgjedhjeve, ku do të kemi një përmbysje të mandatave të cilat deri dje kanë qenë në favor të Partisë Socialiste, ndërkohë ju thoni që do të jemi 4-3 në favor të Partisë Demokratike dhe koalicionit të saj së bashku me 25 parti të tjera politike. Ndërkohë, për të ndalur tek një sër çështjesh të tjera, 231.000 emigrantë të cilët janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare. Të marr pak mendimin tuaj, një shifër e kënaqshme, prisnit më shumë, prisnit më pak, duke patur parasysh edhe të gjitha problematikat dhe ato të cilat ne i kemi raportuar vazhdimisht edhe në komunikime private, por qoftë edhe në komunikime publike. Para se të kaloj tek pyetja juaj, do të shtoj edhe diçka në lidhur me pyetjen e parë. Për shkak se mendoj që lideri Berisha kërkon me çdo kusht fitoren e Opozitës Bashkuar, jo se e kërkon vetë, për interesat e veta, e ka treguar vlerat kudo, që rikthimet i ka gjithnjë të fuqishme, por Berisha u rikthye për shkak të ngacmimit që i bën narkoshteti Sorosi me vendosjen non grata dhe në pas arrestin në shtëpi apo dhe goditjen që i bën para një tubimi, i orkestruar nga Babloku, po themi ne, kryeministri, pra me drejtues kamikaz në policinë e shtetit, dhe Sali Berisha ka detyrim edhe për demokratët të cilët qëndruan te rruga e Shpesës, ka detyrim edhe për demokratët të cilët ndaj të cilëve është përdorur gaz lotësjellës dhe forcë edhe te selia e Partisë Demokratike, por gjithë betejën e tij që bëri për Vulën e Meral. Dhe prandaj po them që Sali Berisha, unë mendoj që bashkë me Ilir Metën duan fitoren e Opozitës Bashkuar dhe nuk do të shikojnë dhe nuk shikojnë mandatin që e do Lefteri, Asani, Kamberi apo Ysenji. Por do shikojnë njerëzit e spikatur, opozitarë të denj, njerëz popullor të thjesht, edhe prurje të reja që kanë vota. Unë kam thënë në disa media që edhe partitë aleate, në vendosjen duke filluar nga Partia e Lirisë apo Çamët apo partitë agrare apo drejtë e njeriu të republikane, duhet të kenë njerëz të spikatur dhe të vënë në qarqet ku kanë peshë elektorale. Sepse unë kam thënë për shembull që edhe te forca politike e Partisë Lirisë, për shkak se zoti Meta është në arrest politik dhe do të jetë në listë të mbyllur, sepse po të ishte jashtë do të kishte një ndryshim dhe një fuqi tjetër organizative, drejtuese dhe një menaxhim edhe më të mirë të marrëveshjes koalicionit. A nuk ishte zoti Meta i cili i theksoi dhe deklaroi që do të garonte në listë të hapur? Po, ka garuar, ka thënë për listë të hapur dhe ka reaguar shumë drejtues duke qenë edhe unë që mos tjetë në listë të hapur për shkak të kushteve që është, por thirrja ime e sinqertë është që drejtues të Partisë së Lirisë
duhet të jenë lista hapur në Tiranë, për shkak sepse jo vetëm në Tiranë, po unë mendoj që edhe në Elbasan, Korçë, Fier, të cilat janë qarqe të mëdha dhe janë mundësit për të marrë mandat deputeti, sepse në Tiranë LSI-ja e drejtuar në atë kohë nga Monika Kryemadhi ka marrë 2 mandate, pra ka marrë 23.000 vota, dhe tani duhet që se zbën një nga drejtuesit apo 2 nga drejtuesit të jenë në lista të hapura në qarkun e Tiranës, në mënyrë që të ndajen, në mënyrë që të prodhohen vota dhe të prodhohen dhe mandate për të krijuar grupi parlamentar dhe t'i hapet rrugë në ato qarqe, siç është Berati apo edhe në një qark tjetër, për të marrë mandat, që janë qarqe të vogla, për të marrë mandat të sigurt. Unë duhet ju them që sepse është përgjegjësi nesër, se ne na duhet fitoria e opozitës dhe nuk na duhet thjesht një mandat deputeti, se s'mund të jem unë në një listë sigurt në Berat dhe do mbështes, pra votat e forcës time politike, të mbështetjes time do duken, pra duhet të jetë edhe një tjetër i fundit i listës apo kudo që të jetë, për të thënë që Lefter Maliqi ka 9.000 vota, 10.000 vota, 11.000 vota, se duhet dalin votat e forcës politike. Pra atëherë kujt është përgjegjësia nëse në Tiranë, në Elbasan, apo në Korçë, apo në Durrës, apo kudo, në listat e hapura, kandidati i Partisë Lirisë nuk i kalon 2.000, nuk i kalon 5.000, nuk i kalon 3.000 vota, i bie që duhet shikohen me precedencë të gjitha elementet që marrin vota në mënyrë që të rritet fuqia elektorate e forcës politike dhe opozitës dhe fitoria e opozitës të jetë decisive. Mos ketë, më falë çik, nuk duhet të ketë kandidat të cilët kanë të shkuar të errët, nuk duhet të ketë kandidat, kjo bëhet edhe për Partinë Demokratike, që të vënë aty me servilizëm, që s'kan vota popullore, po sepse duhet se zbën me fjalë fitore opozitës bashkuar. Nëse fitohet në opozitë e bashkuar, për interesat e elektoratit, unë e deklaroj dhe këtu në studio, nëse do duhet në forcat politike, e dorëzoj mandatin e deputetit. Por, mandati im është edhe i shumë të tjerëve njerëz që kanë elektorat, është në funksion të njerëzve në mbrojtjes interesave të tyre. Sepse atyre njerëzve unë mund të shërbej si deputet, por mund të shërbej dhe si drejtues vendor, por mund të shërbej dhe një detyrë tjetër ekzekutive. E rëndësishme është që unë të jem njësh me ata njerëz, e rëndësishme është që unë të hap telefonin, të vetem vizita, ngushëllime, spitale dhe të zgjidh problemet dhe hallet që ata kanë. Se kjo është detyra e politikës, pra deputetët, njerëzit e zgjedhur, njerëzit e emëruar në detyra ekzekutive apo administrative, do të jenë në shërbim të qytetarëve. Në momentin që ti e shikon karrigen për interesat e tua, atëherë ke marrë fund. Jo më kot në komunën e Otlakut ndryshoi gjithçka kur unë isha kryetar komune, saqë njerëzit nuk donin që unë të largosha sepse zyra rrinte hapur, aty s'kishte as policë, pra zyrat ishin të hapur dhe kryetarit komunës për popullin. Edhe unë isha u ktheva në një lipsar, jo vetëm në shtet, por u ktheva në lipsar edhe fondacionet e uja, u ktheva në lipsar edhe te biznesmenët e ndershëm, nuk e kisha për turp për të ndërtuar një shtëpi, kam ndërtuar shtëpi unë në komunën e Otlakut, 2-3 shtëpi, apo për të ndihmuar familjet nevojë, qofshin këto karroca invalidë e radhë. Madje edhe fondet e mia si kryetar komune apo dhe çit komunës nuk i lejoja. Që ishim me vendim këshilli të miratuar në prefektura që kisha rreth 7 milionë në vit për udhëtime jashtë shtetit apo rreth 10 milionë lek këshilltare, të gjitha këto unë ja jepja studentëve, bursë, njerëzit familjeve nevojë, por edhe ngjarje të rënda aksidentale. Sa mirë do ishte nëse do ta kishim bërë këtë që keni bërë ju, zoti Maliqi, por unë dua të ndalem pak duke qenë se përmendëm Partinë e Lirisë. A ka ende forcë Partia e Lirisë? Kur them forcë, do të jetë më mirë se rezultati që mori në vitin 2021 apo do të jetë në po të njëjtat balanca? Unë mendoj që në bazë të listës kandidatëve për deputet në listat të mbyllura dhe të hapura, aty do duket forca e Partisë Lirisë, sa vota do të marrin në bazë kandidatëve që kanë listat të hapura, se të gjitha qarqet do kenë kandidat listave të hapura përveç listave të mbyllura, aty do duket forca e Partisë Lirisë. Unë mendoj dhe besoj që në bazë të kandidatëve çdo gjë do të shikohet. Nëse kandidat do të jenë të dobët, atëherë me keqare do të them që dështimi do të jetë i padëshiruar. Kurse nëse kandidatët do të jenë dështimi për Partinë e Lirisë apo për opozitën? Të gjithë opozitën. Për opozitën, gjithë opozitën, dhe Partinë e Lirisë për sa i përket numrit të votave, megjithëse Partia e Lirisë është përkthyer në 4 mandate, sido që të jetë, por në imazh duhen dhe vota të kandidatëve të pavarur që të përkthehen në forcë reale politike për të paraprirë pasaj fitores zgjedhje lokale që janë për një vit e gjysmë
në 2027. Kështu që ne, qëllimi kryesor, jo vetëm i Partisë Lirisë, por dhe i Drejt Njeriut, edhe i Çamve, dhe i zotit Duka Agrares, apo dhe i zotit Mediu, duhet të jetë një. Bashkimi i fuqishëm, mbledhje edhe forcave, puna e fortë në terren, me të gjithë njerëzit tanë, jo vetëm me strukturat, por edhe me mbështetës të ndryshëm, një bashkim real me Partinë Demokratike, e cila është forcë kryesore opozitare, në mënyrë që ky bashkim i sinqert, sy më sy me Partinë Demokratike, për shkak se ka një lloj xhelozie midis forcave politike, ka dhe një lloj pakënaqësie midis forcave politike, por edhe brenda Partisë Demokratike, edhe për shkak të këtij procesi të primarëve, dhe unë them që bashkimi të gjitha këtyre vlerave dhe një punë e fortë në terren do të çojë automatikisht në fitoren e padiskutueshme të opozitës së bashkuar, e cila është domosdoshmëri jetike për të shpëtuar fatet e vendit, nashpopëllimi, varfëria, kriminaliteti në Shqipëri dhe për t'i hapur rrugën të ardhmës së sigurt europiane. Jam në 2 minutat e fundit, zoti Maliqi, dhe duhet ju pyes sa i rekon regjistrimit të diasporës, 231.000 zgjedhës, të cilët do të kenë të drejtën e tyre të votës për të votuar në 11 maj. E keni cilësuar shpesh herë si thelbësore dhe si një votë e cila mbase do të bëjë ndryshim, por a do të bëjë vërtet ndryshim kjo votë e diasporës? Nuk pritej ky numër, pra që na 230.000 mundve dhe 250.000, sepse si shtat ju rreth 40.000 po shqyrtohen nga KGZ-ja. Pritej tek 150 sipas të dhënave paraprake të fillimit. Kjo është një shumë goxha e madhe, i bie tjetër rreth 15% e elektoratit që do votojnë në Shqipëri. Nëse në Shqipëri votojnë 1 milion, i bie që 230.000 është goxha, i bie rreth 20% të elektoratit apo mos më shumë. Kështu që në bazë të kodit zgjedhor dhe në bazë të këtij sistemi votat ndahen. Për shembull, në qarkun e Beratit mund të diskutohet mandati 4 për opozitën e bashkuar ta zënë për 700 vota, pra në terren mund ta kenë marrë ata 700 vota para, pra kurse në hapjen e votave të diasporës, të cilat për shembull marrin qarkun e Beratit, mund të jenë 7.000 për qarkun e Beratit apo 10.000, dhe del diferenca për opozitën e bashkuar, sepse diaspora do ketë diferencë më të madhe për opozitën e bashkuar, dhe unë kam një bindje totale, sepse në këta 230.000, mbi 160.000, mbi 170.000 për mua janë opozitar, sepse janë larguar nga regjimi, janë larguar në këto 12 vjet për një jetë më të mirë. Për kuriozitet, jam duke parë numrin aktual të regjistrimeve, vetëm për qarkun e Beratit, janë 23.495 kërkesat gjithmonë sipas qarqeve. Pra, për Beratin do të jenë 23.500 gati. Atëre, kam përshtypjen është një vot relativisht e madhe. Po, sigurisht, atëre në Berat votojnë në rreth 75.000 me fjalë në zgjedhjet e fundit, shto dhe këta 23.000, i bie që rreth 1/3 apo 1/4 dhe do të bëj diferencën. Dhe unë kam një besim absolut, prandaj bëj ato kalkulimet e mia, kam një besim absolut që rezultati në qarkun e Beratit do të dalin 4-3, prandaj po them që në disa qarqe luan rol vendimtar, sepse mund të ketë diferencë e majta me të djathën apo e djatha me të majtën me disa dhjetra apo qindra vota, dhe hapja e votave të diasporës në KGZ përmbys dhe jep disa mandate në qarqet e Shqipërisë. Kështu që kjo votë e diasporës do të luajë një rol të rëndësishëm në disa qarqe. Unë mendoj që do të dhurojë opozitës mbi 5 mandate në kalkulimi i votave që do të bëhen në KGZ për diasporën. Por kam edhe një besim tjetër që përveç këtyre 230.000 që ju thatë, unë besoj që mbi 10.000 emigrant të tjerë do të vinë vetë të votojnë fizikisht nga diaspora në Shqipëri, sepse kam dhe unë kontaktet e mia, të paktën mund të kemë rreth 200 veta në Greqi, edhe në Gjermani dhe në Itali, të cilët më thonë që nuk kemi regjistruar se do vim të jemi fizikisht për të votuar, dhe besoj dhe shpresoj që ky bashkimi i votës reale në Shqipëri dhe i votës së diasporës, e cila do të jetë një përqindje shumë më e lartë për Partinë Demokratike dhe Opozitën e Bashkuar, do të sjellin fitoren e padiskutueshme të opozitës së bashkuar dhe ndryshimin e imazhit në Shqipëri, në mënyrë që premtimet e Sali Berishës për dyfishimin e pensioneve, rritjen ekonomike, uljen e taksave, uljen e karburantit,
dyfishimin e pensioneve, Shqipëria pa viza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ëndra në Bashkimin Evropian, me fjalë të bëhen realitet dhe do të bëhen realitet. Edhe njëna studia juaj, ju uroj gjithë të mirat gjithë teleshikuesve që na ndjekin dhe me besim të patundur që së bashku do të sjellim ndryshimin e madh në 12 maj. Të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News, si gjithmonë është kënaqësi, patjetër që do të kemi zhvillime të tjera përpara për të ndalur dhe për të diskutuar gjëra gjatë. Faleminderit. Publicitet, rikthehemi pas pak.